Shenjat e para të alergjisë tek foshnjët shpesh shfaqen në mënyrë të papritur dhe ngatërohen lehtë me simptoma të zakonshme sezonale. Kohët e fundit, prania e alergjive po bëhet gjithnjë e më e dukshme, sidomos gjatë ndryshimeve të sineve dhe ekspozimit ndaj faktorëve të ndryshëm nga ambienti. Specialist pediatri Harkan Mehmedi theksoi se alergjit paraqesin reagim të organizmit ndaj një substance apo ndaj një agenti të huaj, i cili quhet alergjen. Mehmedi sqaroi se alergjen mund të jetë çdo gjë e panjohur për trupin e njeriut, ku sipas tij dallojmë alergji sezonale, të cilat paraqiten gjatë stinës së pranverës dhe vjeshtës, dhe se gjatë stinës së pranverës i kemi alergjit prej polenit dhe prerjes së barit apo diçka tjetër. Si shenjat para të cilët paraqiten tek alergjit janë rinitis apo zirja e hundëve, si dhe lotimi i syve apo kruarja e syve. Ato janë si shenjat para të alergjive, ku nuk do të thotë që vetëm këto janë si shenja të alergjisë, po kemi raste kur alergji kemi një reakcion më të vrullshëm, ku mund të ndodhë edhe deri te skuqja e lëkurës, si edhe ngushtimi i rrugëve të sipërme të frymarrjes, ku mund të vijë edhe deri në vështirësi në frymarrje. Këto janë raste kur vetëm se duhet më shpejt të reagohet, ku të mirë terapia e duhur për mos të dhënë pasoja më të rënda në jetë. Mehmedi bëri të ditur se janë testet alergjike të cilat bëhen pas moshës 2 vjeçare dhe nëse ka nevojë para moshës 2 vjeçare, atëherë bëhet nëpërmjet gjakut. Alergjit varësisht prej predispozicionit gjenetik, domethënë nëse prindrit kanë pasur alergji njëri apo 2 prindërit, zakonisht ajo vazhdohet edhe tek fëmia. Mirë, po kemi raste domethënë shumica e njerëzve vetëm se e dinë kur kanë pasur alergji, ajo vetëm vazhdon edhe tek fëmijët dhe simptomat janë të ngjashme, domethënë nuk ka simptoma të veçanta të cilat për mos të dalluar. Pediatri Mehmedi tha se kur të shfaqen simptomat e para të alergjisë, jepet antihistaminik, të cilat janë në formë të sirupeve apo ilaçeve, por sipas Mehmedit, kur ndodhin tek fëmijët janë disa lloje të sirupave, të cilat vetëm se gjatë kontrollit tek mjeku am, prindërit informohen për llojet e alergjive dhe se çfarë sirupe duhet të pranojnë.